Lusë deputetët që me ngritje dore të deklarohen për komisionin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit kuvendit. Kush është për? Kush është kundër? Kush abstenon? Pasdhjetë e 6 deputet kanë dhënë votën për, 1 kundër, abstenim nuk ka, s'kemi pasur sërish quorum dhe seanca ndërpritet më 7 maj, shihemi përsëri në orën 10.